Shenja e dytë prej shenjave të vogla të kiametit është vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot në hadithin e Auf ibn Malikit radiallahu anhu, thot, ka thënë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, njefi gjasht gjëra para kiametit. Thot pejgamberi alayhis salam, i thot këtij sahabit, i thot, njehi 6 gjëra para kiametit, e para prej tyre që ja ka përmend këtë rast është mauti apo vdekja e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim se vdekja e pejgamberit alayhis salam ka qenë prej musibeteve më të mëdha që i kanë goditur muslimanët, dhe ka qenë tronditja më e madhe që i ka goditur dhe do t'i godas ndonjëherë muslimanët. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur të goditet ndonjëri prej jush me ndonjë musibet, le ta kujtoj musibetin e vdekjes time, atëherë thot do t'i lehtësohet musibeti në të cilin është ai, sepse për muslimanin e vërtet nuk ka musibet më të rëndë se vdekja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim se kjo ka qenë një ndodhi e rëndë mbi sahabët, kjo ka qenë një ndodhi të cilët sahabët shumë rëndë kanë përjetuar. Thot Enes ibn Maliku radiallahu anhu, لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. Thot ditën kur hyri pejgamberi alayhis salam në Medinë, e ndriçoi të gjithë Medinën dhe çdo gjë që kishte në të. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. Thot ndërsa në ditën kur vdiq në të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ersoi çdo gjë në Medinë, pra u ersua për neve çdo gjë në Medinë. Andaj është interesant se pas vdekjes Muhamedit alayhis salam, shumë prej sahabëve janë larguar prej Medinës dhe kanë shkuar në Sham apo në Irak apo në vende tjera që janë çliruar për ta përhapur fenë e Allahut subhanahu wa taala, po ashtu edhe pse kur rrinin në Medinë e ndjenin një farlloj dhimbje të madhe, sepse ju kujtoheshin momentet që i kishin kaluar në të me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj vdekja e pejgamberit alayhis salam është prej shenjave të kiametit, sepse me vdekjen e tij u ndërprej më vahji me një ndërprerje të pakthyeshme, u ndërprej vahji përgjithmonë. Më pas tij sallallahu alaihi wasallam nuk do të ketë njeri të cilit Allahu subhanahu wa taala do t'i zbres shpallje. Dhe vdekja e tij sallallahu alaihi wasallam është argument se edhe ai ka qenë njeri, edhe pse ka qenë pejgamberi i Allahut, edhe pse i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala libër dhe shpallje, mirë po përsëri nuk ka dalë prej suazave njerëzore. Andaj edhe Abu Bekri radiallahu anhu, kur u ballafaqua me muslimanët të cilët nuk besonin se ka vdekur pejgamberi alayhis salam, nuk mund ta besonin një gjë të tillë, ju tha, kush e ka dhuruar Muhamedin alayhis salam, le ta di se Muhamedi alayhis salam ka vdekur. Pra, mos i jepni cilësi të Allahut, sepse vetëm Allahu është që nuk vdes, ndërsa krijesat tjera patjetër do të vdesin. Ndërsa thot kush e adhuron Allahun, le ta di se Allahu është i gjallë dhe nuk vdes asnjëherë. Pastaj e lexoi ajetin ku thot Allahu subhanahu wa taala, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Thot Allahu i lartësuar, asnjë prej njerëzve nuk e kemi bërë të përjetshëm në këtë botë, andaj nëse vdes ti, as ata nuk do të jenë të përhershëm dhe të përjetshëm në këtë botë.